Meditim për bollëk, pasuri, shëndet dhe shërim. Ky meditim është krijuar për të ndihmuar të tërheqësh bollëk dhe pasuri në jetën tënde, në të gjitha nivelet, materiale, shpirtërore dhe shëndetësore. Do të përdorim energjitë e fuqishme të bollëkut dhe harmonizimin e trupit dhe mendjes për të sjellë pasuri dhe shërim në çdo fushë të jetës tënde. Gjeni një vend të qetë dhe të rehatshëm, në të cilin mund të ndjeheni komod, ku mund të uleni ose të shtriheni pa pengesa. Mbylli sytë butësisht dhe merr frym thellë dhe ngadalë lejo që çdo frym të sjellë relaksim dhe qetësi. Merr frym thellë dhe ngadalë dhe lejo që çdo frym të sjellë relaksim dhe qetësi. Me çdo frym largo çdo tension nga trupi dhe mendja jote. Ndjehu i qetë dhe i përqendruar. Me çdo frym ndjehu gjithnjë e më afër burimit të bollëkut të pafundëm që ekziston në këtë moment. Të gjitha energjitë e universit janë të disponueshme për ty. Dhe tani ti po hap një kanal të fuqishëm për të tërhequr çdo gjë që dëshiron dhe meriton. Tani përfytyro një rreth të dritës rreth teje. Ky rreth është drita e bollëkut, energjia e pasurisë dhe mundësive të pafundme. Dhe tani ti po e hap këtë kanal energjetik. Përfytyro se kjo dritë po depërton në trupin tënd dhe po pastron çdo bllokim, çdo dyshim, çdo ndjenjë të mungesës. Shikoje dhe ndjeje se si kjo dritë mbush çdo qelisë të trupit tënd, çdo molekul, çdo neuron, me energji pozitive dhe bollëk të pafundëm. Imagjino tani një valë të pasur drite, e cila po bie mbi ty, duke të mbushur plotësisht. Kjo është drita e mbushur me mundësi, energji
dhe pasuri. Ti tani po ndjesh i pasur e pasër. Po ndjen që në jetën tënde ke shëndet dhe sukses në çdo aspekt të jetës tënde. Shiko çdo mundësi që ndodhet përpara teje. Si mund të duket jeta jote kur je i përmbushur, e përmbushur me pasuri dhe bollak. Si ndjehesh kur të gjitha ato mundësi janë të hapura për ty? Si duket pasuria materiale dhe shpirtërore, e cila ka mbushur çdo qelizë, çdo molekul, çdo neuron, e cila ka mbushur jetën tënde. Përfytyro se tani po merr një shpërblim të madh material. Ndoshta një shtëpi të bukur, një punë të re, një marrëdhënie të shëndetshme, një jetë të pasur me mundësi profesionale dhe personale. Dhe gjithashtu, një mirëqenie shpirtërore të thellë dhe të ndritur. Përjeto çdo ndjenjë që kjo pasuri të sjellë. Çfarë ndjen kur shikon të ardhmen tënde të mbushur me bollëk të pafundëm, me shëndet të pafundëm, me mirëqenie të pafundme? Lejo që kjo ndjenjë ta mbush zemrën tënde dhe trupin tënd. Shiko dhe ndjehu se si pasuria dhe bollëku janë tashmë pjesë e jetës tënde. Tani ndjeje se një dritë tjetër e cila është e mbushur me bollëk po shkon përtej mundësive materiale dhe po shëron gjithashtu trupin dhe shpirtin tënd. Lejo që kjo energji e pasurisë të depërtoj në çdo nivel të trupit dhe shpirtit, duke pastruar çdo bllokim që mund të ketë ndikuar në mirëqenien tënde. Shiko çdo qelizë të trupit tënd që merr energji shëruese dhe pasuese nga ky burim
i pafundëm. Lejo çdo dhimbje, shqetësim ose frikë të largohet, të pastrohet dhe të shërohet në nivel energjetik, fizik dhe shpirtëror. Përqendrohu në çdo pjesë të trupit tënd që mund të kërkoj shërim, ndoshta në këmbë, në bark, në bel, ndoshta në shpatulla, krah, shpinë, në kokë, kudo që mund të ndjesh diçka. Dërgoje vëmendjen tënde dhe fal kësaj energjie të bollëkut. Mbush çdo organ dhe çdo qelizë me energji shëruese dhe ndjeje që çdo organ dhe çdo qelizë është tani e mbushur me energji të shëndetshme dhe pasuruese. Shiko se si energjia shëruese hyn dhe pastron çdo bllokim, duke lënë pas shëndet dhe bollëk të pafundëm. Tani përqendrohu tek mendimet dhe besimet e tua. Shiko se si të gjitha mendimet negative dhe çdo ndjenjë e mungesës ose frikës nga pasuria po largohet, po tretet dhe po lën vend në trupin dhe jetën tënde për bollëk dhe prosperitet. Lejo që çdo mendim i kufizuar që ke pasur për pasurinë, shëndetin dhe suksesin të largohet nga jeta jote, nga çdo dimension, nga çdo hapësirë. Lejo tani që të gjitha besimet të cilat të janë interpretuar, të cilat mund t'i kesh dëgjuar, të gjitha besimet që thonë se nuk mund të kesh gjithçka që dëshiron, ndjeje se si po shpërbëhen. Ndjeje veten të denjtë për bollëk, pasuri, shëndet, sukses
në çdo aspekt të jetës. Shikoj, por mos i gjyko. Shiko se si mendimet të tua bëhen gjithnjë e më pozitive dhe të fuqishme. Ndjeje veten të pasur. E ardhmja jote është e mbushur me mundësi dhe bollak. Përqafoje këtë mentalitet dhe dije se nuk ka kufi për atë që mund të arrish. Mendimet e tua janë të fuqishme dhe ata krijojnë realitetin tënd. Të gjitha mundësitë janë tani të hapura për ty dhe je i gatshëm të tërheqësh çdo gjë që dëshiron. Përqendrohu në pasurinë materiale. Në shëndetin tënd, në marrëdhëniet që dëshiron të manifestosh dhe ta ndjesh ndryshimin, duke filluar nga ky moment. Imagjino se çdo fushë e jetës tënde është mbushur me bollak. Ti po krijon një jetë të re që është e mbushur me pasuri dhe mundësi në çdo nivel. Shiko se si puna jote është e pasur dhe plot mundësi. Shiko se si shëndeti dhe mirëqenia e trupit tënd janë të larta dhe plot energji të reja. Përjetoni se si marrëdhëniet tuaja janë të mbushura me dashuri, harmoni dhe mirënjohje. Qofshin ata marrëdhënie dashurore, familjare apo shoqërore. Ndjeje se si gjithçka që dëshiron ndodh për ty në mënyrë të mrekullueshme. Ndjehu se kjo është tani e vërteta jote. Bollaku është i pranishëm në çdo aspekt të jetës tënde. Dhe lëre që kjo energji të bëhet një pjesë e natyrshme e ekzistencës tënde. Tani ndjeje energjinë tënde të pastër dhe të fuqishme. Ndjeje se shëndeti, bollaku dhe gjithçka çfarë ti manifeston dhe dëshiron të integrohet në trupin, mendjen dhe shpirtin tënd. Ti je një qenie pafundme
Ke energji dhe dëshira të pafundme. Ti je më shumë se sa mendon. Dhe lejoje që kjo ndjenjë ta mbush jetën tënde. Dhe në çdo aspekt të jetës të ndjesh plot. Merr frym thellë dhe liroje ngadalë. Dhe dal ngadalë mund t'i hapësh sytë dhe ta ndjesh energjinë e re, e cila është integruar në jetën tënde.